qeveria ka tentu me kontrabandu ligj për KPM. Ka pas tentativë që bordi i KPM-s me u kapi politike. Jon publiku informacione të shërbimit inteligjent në televizion publik, kërkush s'ka dhënë llogari, jon vazhdu tutje. Pra, në rastin Klan Kosova ka pas autoritarizëm të shtetit në raport me media. Të analizojmë situatën drejt dhe të kuptojmë ku i kemi problemet. E para, qeveria ka tentu me kontrabandu ligj për KPM. Pra, edhe gjykata kushtetuese ka konstatuar që ligji për KPM është kontrabandu pa diskutim publik. Pra, kjo qeveri ka dashur me bë ligj për mediat pa e konsultuar as OGK-n, as KMSHK-n, as mekanizma tjerë të përfaqësues të media në vendin tonë. Ligji ka dalë në diskutim publik sikur me qenë rregullore për cilësinë e specave ose diçka tjetër që del në webfaqe, dhe atëherë kemi marrë vesh që ligji është u bë. E dyta, kemi pas një devalvim të punës në televizionin publik dhe kemi pas një akuzë direkte të drejtorit të televizionit publik i cili ka dalë dhe ka thënë që kryeministri e ka ftuar në zyrë për me dhënë ndërheqje. Pra, këtë situatë nuk e kemi të raportuar në rajon, jo. Asnjë ligj të ndrum, pra dy elemente shumë të rëndësishme të cilat bojnë me na tregu që ka pas tentativë direkte me ndërhyj në politikën editoriale të RTK-s dhe e dyta një tentativë direkte për me shkel kushtetutën për me bëni ligj të KPM-s kundër kushtetues. Jo në aspektin e licencimit të mediave të online, mirë po në aspektin e përbëmjes së bordit të KPM-s, që duhet me kuptu shumë sinqerisht. Ka pas tentativë që bordi i KPM-s me u kapi politikës. E treta, është shkarkimet, ajmërimet edhe veprimet e bordit të RTK-s, të cilat po ashtu kanë qenë i dim krejt që ka ndodhur atje dhe qysh antarët janë tërheq etj. Jon publiku informacione të shërbimit inteligjent në televizion publik, kërkush s'ka dhënë llogari, jon vazhdu tutje, pra ka vazhdu situata e njëjtë. Pra, nëse vitin 2023 është raportu politizimi i RTK-s, është vazhdu me u majt politizimi dhe është vazhdu me shku ma keq në televizionin publik. E katërta, duhet po ashtu me lexu vendimin e gjykatës së Prishtinës lidhur me Klan Kosovën, që në fund të marsit të vitit të kaluar ka konstatuar gjykata që në rastin Klan Kosova ka pas autoritarizëm të shtetit në raport me media. Pra, nëse gjykata e ka konstatuar këtë punë, gjendja është shumë e rëndë. Pra, shteti ka dashur në mënyrë autoritare, arbitrare, me mbyll një media në Kosovë dhe kjo nuk mundesh me gjeti në rajon nëse e krahasojmë këtë punë. Pra, pa marrë parasysh pse ka dashur me bëu ato, mënyra, rruga ka qenë kundërligjore dhe gjykata. Imagjinoni mos tek shumë pas gjykatën çka kishte ndodhur me vendimet e qeverisë. Elemente tjera janë sulmet e vazhdueshme. Pra, ajo që duhet me kuptu është që për dallim prej vitit 2020-2021, sulmet e rastësishme, sulmet direkte, sulmet e urrëties ndaj gazetarëve, jo në pjesën veriore mo, po në pjesët të tjera janë rrit, dhe sot na kemi numër të gazetarëve të cilët po sulmohen fizikisht në rrugë tona, në publik, prej njerëzve të cilët për shkak se kanë dëgjuar që gazetarët janë të këqij, nuk po dinë me bë dallimin edhe po i sulmojnë ata. Pra, ajo çka duhet me kuptu është që nuk po e themi që janë të egzageruar, po fatkeqësisht vitin e kaluar. Po njerëz që nuk për cilin, kush janë ata gazetarë që janë sulmuar? Po, tash imagjinoni, duhesh me veç në redaksin tam i kam 4-5 të sulmuar vitin e kaluar, fizikisht, kam gazetar që më ka dashur me marrë në spital të natën për shkak se është sulmuar në një tubim të vetvendosjes etj. Pra, janë sende të cilat janë evidentuar dhe njerëzit po harrojnë çka ka ndodhur. Njerëzit po harrojnë që në faqen e AGK-s se cili rast sulmeve me emra mbi emra ka harrojnë që rritja e presionit ndaj gazetarëve, sulmeve, e këtij mosdurimit ndaj punës tyne ka ndodhur në vendin tonë dhe kjo reflekton pastaj te secili gazetar, sepse keni parasysh raporti nuk tregon çka gazetarët janë tuni. Dhe në momentin që ti nuk nihesh mirë në punën tonë, në momentin që ti kur nisesh me shku në terren, frigohesh aje i kërcënuar, në momentin kur ti je në një tubim publik dhe frigohesh që gazetari ka më të kthyer në dum, këto janë probleme të cilat na duhet me i adresu në vendin tonë dhe duhet me nis seriozisht me u marrë me raportin. Nuk është çështja aja ka qellu raporti ajo, problemet të cilat i përmenda unë janë reale, kërkush nuk mundet mi kontestu, as qeveria, as kërkush tjetër. Dhe këto probleme në rast se nisim i zgjidh, atëherë na kena me shku drejt një raporti më të mirë, një gjendje pak më të mirë në mediat tona.